vazhdojmë me përgatitjen e brumit. Këtë radhë do të përgatisim kifle, por do të bëjmë ato sikur ato që shiten të gatshme nëpër burektore. Fillimisht në një enë do të shtojmë 300 ml qumësht. Gjithmonë bëni kujdes që qumshti të jetë i vakët, mos të jetë shumë i nxehtë sepse do ta aprish majën e bukës. Tek qumshti do të shtojmë 10 gram maja buke në pluhur. Nëse përdorni maja buke të freskët, do të shtoni 20 gram. Vazhdojmë me njëherë që të shtojmë tani edhe një lugë të mesme me sheqer. Sheqeri ndihmon në aktivizimin e majës së bukës. Përzijmë mirë dhe lejojmë që maja të aktivizohet diku për 10 minuta. Pra largojmë anësh dhe vazhdojmë në një tjetër të bëjmë bashkë gjitha produktet e tjera që na nevojiten për brumin e këtyre kifleve. Tani marrim një enë më të madhe ku do ta formojmë brumin. Vazhdojmë dhe aty të shtojmë 300 gram kos. Në tek kusi vazhdojmë dhe shtojmë vetëm 100 ml me vaj. Në këtë brum në total kemi nevojë për 3 vezë, por vetëm një vezë të plot dhe 2 bardha të vezës kemi nevojë tek brumi. Vazhdojmë dhe i ndajmë. Vezë të plot vetëse shtova te brumi, 2 kuqet largojmë anësh, na duan më vonë në recetë. Vazhdojmë që të shtojmë brenda tani edhe 2 bardhat e vezës. Përzijmë mirë. Tani vazhdojmë që këtë ta shtojmë majan e cila është aktivizuar mirë, pra mund ta vreni është fryrë. Vazhdojmë dhe shtojmë tek produktet e tjera. Përzijmë mirë tani që gjitha produktet përzihen të bëhen bashkë. Vazhdojmë ta shtojmë miellin. Siç ju them gjithmonë, bëni kujdes me miellin. Do t'ju them përsëri, masat e miellit gjithmonë ndryshojnë, asnjëherë nuk mund t'i japim fikse. Ndryshon nga masa e miellit, nga lloji i miellit që po e përdorni, nga madhësia e vezës, nga madhësia e gotave të cilat ju i keni përdorur. Përveçsisht, diku 800 deri në 900 gram miell do t'ju duhen për ta përgatitur brumin e këtyre kifleve. Pasi shtojmë një pjesë të miellit, vazhdojmë shtojmë edhe një lugë të mesme me kryp. Tek brumi duhet shtojmë 130 gram margarinë ose gjallë të zbutur në ambient dhome. Nuk duhet të jetë i fortë, sepse duhet përzihet mirë me brumin. Vazhdojmë tani duke ngjeshur, duke e shtipur një herë në këtë mënyrë me duar, që mos na mbesin trupat tek brumi, derisa të formojmë një brum mesatërisht të butë. Miellin do ta shtojmë sipas nevojës, pak nga pak, dhe duke e kontrolluar. Dhe brumin e kemi gati. E kam ngjeshur mirë për disa minuta, derisa kam formuar një brum mesatërisht të butë. Për ta formuar këtë brum, mua më janë dashur 900 gram miell. Tani lejojmë që brumi të pushojë mirë dhe të aktivizohet në ambient dhome, diku afërsisht 30 deri në 40 minuta. Vazhdojmë tani që brumin ta marrim dhe ta punojmë pasi është aktivizuar shumë mirë. Tani brumin e marrim në tavolinën e punës, ku do të vazhdojmë dhe ta punojmë. Vazhdojmë tani që brumin ta ndajmë në 2 pjesë të barabarta, që të mund ta punojmë më lehtë. E marrim njërën pjesë të brumit, njërën pjesë e largojmë anësh, por e ngjeshim edhe atë kështu njëjtë në një kulaç të madh. Dhe vazhdojmë tani që t'i hapim. Shtrojmë pak miell që mos të na ngjitet brumi tani edhe për shkupi. Vazhdojmë tani që ta hapim. Kujdes, mos ta bëni shumë të madhe dhe mos ta bëni shumë të hollë. Vazhdojmë tani që nga ky brum ndajmë 8 pjesë të barabarta. E ndajmë një herë në 4, pastaj kështu në 8. Dhe tani tërheqjem kështu pak me duar dhe vazhdojmë i mbështjellim në formë të kifleve. Nëse keni dëshirë, mund edhe t'i mbushni me diçka sipas shijeve të juaja brenda, por unë preferoj që t'i lë kështu dhe pastaj t'i shoqërojmë me gjithçka sipas shijeve.
Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë tani, e mbështjellim gjitha dhe në të njëjtën mënyrë e punojmë edhe pjesën tjetër të brumit. Tani pasi kemi renditur gjitha kiflet në tepsi, lejojmë që të pushojnë vetëm edhe 10 minuta tjera. Pasi kanë pushuar për 10 minuta, dy të kuqet e vezës që i larguam anësh në fillim të recetës, vazhdojmë që kiflet t'i lyejmë sipër me të kuqen e vezëve. Pasi i lyejmë me të kuqen e vezëve, vazhdojmë tani që sipër secilës shtojmë nga pak susam. Vazhdojmë tani që t'i pjekim në furrë të parangruar në 220 gradë, diku përafërsisht 20 deri në 25 minuta. Kiflet sapo janë pjekur dhe i kam larguar nga furra. Lejojmë të ftohen diku përafërsisht 10 minuta para se t'i shërbejmë.